Ju, familjet e Shqipërisë, kur përciu një fëmijët me lot në sy, sa e rikin e emigrim, apo fëmijën e radhës që u lëshënden, do të votonit për këta, apo kundër këtyre? Po pra, 11 maj është eksaktësisht dita kur ju duhet të votoni kundër. Njëmbëdhjetë maj nuk është një ditë e zakonshme. Ju betohem për këtë, nuk është një ditë e zakonshme. Sepse 11 maj është dita kur o do të lindë shpresa, o do të ikin 500.000 shqiptarë të tjerë. 11 maj është dita kur ne duhet votojmë ndryshimin për të rikthyer shpresën. Sepse nëse në 12 maj situata politike, klasa politike do të vazhdoj të jetë kjo që është sot, shumë të rinj, shumë profesionist, shumë familjar që ende e kanë me dilemë, do të binden që ky vend nuk bëhet dhe do të marrin rrugën e emigrimit. Në 12 maj, mendojeni mirë, nëse këta nuk do t'jenë qarë, nëse ne, koalicionit të res, nuk do t'i shpartallojmë mendimën tuaj, në 12 maj, të gjitha ata që do të ngelen këtu, do të heshtin, do të shtrojnë dhe as Endri Shabani, as Adriati Klapaj, as Dorina Predhi që të luftoj, e as njëri tjetër nuk do guxoj, sepse të gjithë do të thonë, do të dështoni, popull do të lërë, si qila ata.